Kafe Express botëror, dita e 9. Një ndeshje më interesante sot, SBA kundër Australisë. Në Australi gjithçka mund të hahet, ndërsa në Amerikë gjithçka mund të hedhë në gjyq. Pra kemi një përplasje mes mbijetesës dhe avokatëve. Dy kombet të cilat e duan sportin, por përpiqen ende t'i thonë botës pse nuk është sporti ynë kryesor futbolli. Australia do vijojë ta marrë ndeshjen si dy luftim personal, ndërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës do vijojnë me organizimin e tyre dhe përpiqen të dhurojnë spektakël. Dy kombet të cilat flasin të njëjtën gjuhën angleze, i ndajnë oqeanin paqësor dhe kanë një obsesion me sportin, të dyja kombet, por jo me futbollin. Nëse Australia arrit marrë rezultat pozitiv, do jetë një triumf i karakterit do të cilësohet në botë. Nëse nuk arrit marrë rezultat pozitiv, do jetë një ditë normale e punës. Dhe më pas, australianët do shkojnë për barbecue. Ndeshja e dytë është e Brazilit me Haiti. Brazili i cili zhgënjeu ndeshjen e parë, mor vetëm një barazim, dhe gati futbolli po trajtohet si i palishëm në Brazil. Ka filluar trysnia braziliane, shka kuptohet. Ndërsa Haiti përpaksa nuk mori pikë ndaj Skocisë. Tregon që nuk ka ardhur vetëm për të bërë fotografi dhe selfie në botëror. Brazili e popullsi më të madhe në këtë grup dhe me 5 yje në fanellë. Haiti e popullsi më të vogël. Duket një distancë jashtëzakonshme mes dy skuadrave. Nëse Brazili fiton sot, po do thotë diçka normale. Nëse jo, Brazili kthehet në meme në internet. Dhe fillojnë shpjegimet më pas cilat do t'jenë aq ndërlikuar sikur një ekonomist do t'i shpjegoj njerëzve thjesht se si funksionon bursa. Kaq për sot. Mos harroni, topi gjithmonë është rrumbullakët, analizat janë katrore, ndërsa futbolli gjithmonë merr një rrjet tjetër. Flasim nesër.